Një situatë e paprecedent ka dalë në dritë duke ekspozuar një skandal të rëndë sigurie në Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë. Bilbil Dervishi, këshilltar për sigurinë dhe postën sekrete i ministrit Ervin Hoxha, është regjistruar si kandidat për deputet në listën e Partisë Social-Demokrate PSD, drejtuar nga Tom Doshi, i shpallur non grata nga SBA, Mbretëria e Bashkuar, dhe me dosje penale në Australi për trafik droge, pastrim parash, korrupsione e porositje vrasjesh me pagesë. Bilbil Dervishi është zyrtari që administron dhe ka akses ekskluziv në postën sekrete dhe informacionet sensitive që ministri Ervin Hoxha shkëmben me institucionet kryesore të sigurisë së vendit, përfshirë kryeministrinë, policinë e shtetit, shishin, prokurorin, SPAK, BKH-n, antiterrorin, antitrafikun, antikontrabandën, Interpolin, doganat, si dhe me agjencitë e huaja partnerit të sigurisë si FBI, CIA, DEA dhe Europol. Kandidimi i Dervishit me partinë e Tom Doshit paraqet një konflikt të rënd interesi dhe ngret dyshime të forta mbi sigurinë e informacionit dhe integritetin e institucioneve shqiptare. Sipas ligjit për dekriminalizimin e standardeve të funksionarëve të lartë, një zyrtar i tillë nuk duhet ketë asnjë kontakt apo bashkëpunim me persona që janë subjekti e hetimeve penale apo të përfshirë në aktivitete kriminale, e aq më tepër me një figurë si Tom Doshi, edhe pse nuk ka prova direkte se Bilbil Dervishi ka dekonspiruar informacione sekrete te kreu i PSD-s. Lidhja e tij politike me Tom Doshin e konsoliduar që në zgjedhjet e vitit 2021 dhe përsëritur tashmë në zgjedhjet e 11 maj 2025 është e mjaftueshme për të hedhur hije dyshimi mbi sigurinë kombëtare. Ky fakt alarmant vën në pikpyetje serioze jo vetëm integritetin e Ministrisë së Brendshme dhe ministrit Ervin Hoxha, por edhe angazhimin real të qeverisë në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit.